Prokuroria e posaçme ka vendosur që të dërgojë në kuvent kërkesën për heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Për të folur mbi këtë çështje kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaçi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për kohën. Të faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e shikoni këtë E lëvizje ka të dërguar kërkesën për heqje imuniteti apo do ta dërgojë? e ka dërguar? E ka dërguar sot. Po. Dhe natyrisht nesër parlamenti duhet marrë vendim të heqet imuniteti apo jo. Me datë 19 mblidhet Këshilli i Mandateve për të shqyrtuar kërkesën, pastaj do shkojnë në kuvent. Si e gjykoni këtë lëvizje? Shiko, e pare punës njerë që i jepet kohë asaj zonjës të përgatitet dhe të eliminoj prova, të zhduk prova. Kërkesa e Spakut është e drejtë por e vonuar. Shpresoj që të realizohet, por nuk kam as pak besim se parlamenti që ka shumicën e Ballukës do t'i heqë imunitetin asaj. Sepse heqja e imunitetit asaj çon automatikisht në dorëgjën e Edvin Ramës. Pra humbet shumicën në pushtet, në parlament. Pse them humbet shumicën? Sepse një pjesë e madhe e këtyre deputetëve e shikojnë që kjo varka ta them kështu në mënyrë figurative, varka e Edi Ramës po fundoset. Dhe se i cili kur fundoset tania, miq kërkojnë vrim ku të dalin të shpëtojnë. Kështu që për këtë arsye unë mendoj se ata do bëjnë një lojë të tillë që do t'i dalin përballë Edi Ramës dhe do t'i thonë ose do dorëzosh atë ose ne do të dorëzojmë dhe ty neve, pastaj me që po na e bën këtë punë. Dhe puna aty ka arritur që deputetët të bëjnë mocion mos besimi kashi Edi Ramës. Kjo është shpëtimi i tyre, në dashin të shpëtojnë përkohësisht. Por nuk do ta bëjnë dot dhe këtë sepse dhe sikur ta bëjnë këtë, kanë deputet të Salihut. Ata të 35 deputetët që votuan për atë të quajturin avokati i popullit, avokati i partisë në fakt është ai, avokati Sorosit, votuan 15 deputet të Partisë Demokratike proti. Pra, jemi në kushtet që nuk ka opozit. Dhe në qoftë se Edi Ramën e shesin, si thuaç, po përdorin fjalë kështu, nëse e shesin deputetët e tij, duke parë rrezikun e jashtëzakonshëm që u kanose tani me arrestimin e Ballukut, se di që u vjen radha atyre, atëherë ata do kërkojnë që ata Ramës do t'i bëjnë atë që Ramës nuk ka pretendë ose edhe që e mendon, por nuk e eliminon dot. Po i ke ti, po ti ke ai, do ikim dhe ne, thonë. Dhe nuk kemi nga bemi. Pra, përfundimisht, unë imagjinoj, ose arsyetoj, jo imagjinoj, po arsyetoj që Edi Rama e ka punën jashtëzakonisht keq tashti me heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kam parasysh deklaratën e saj që i tha nuk të lejoj ty të bësh mua atë që i bëri babai yt gjyshit tim, pra është kërcënimi hapur konkret. Dhe po që se Belinda Balluku e shikon që këti që i vete urdhri arrestin dhe arrestohet, atëherë ajo do flasi. Dhe po foli ajo, Edi Rama është automatikisht i mbaruar. Se të gjitha pislliqet i kanë bërë bashkë, vjedhjet i kanë bërë bashkë, grabitjes, falsifikimet, tenderat, të gjitha pislliqet, të gjitha i kanë bërë bashkë. Kështu që nëse parlamenti kundërshton heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, atëherë kemi të bëjmë me grushteti. Mbahet pushteti me zor, me forcë. Po çfarë ndodh nëse nuk e voton kuvendi, pra nuk e heq imunitetin? Si veprohet më tej? S'ka më tej, s'ka, nuk mjetet ligjore të tjera nuk ka më. Prokurori është ai që kërkon edhe vendos. Gjykata është ajo që zbaton urdhrin e prokurorit. Parlamenti është detyruar të zbatojë kërkesën e gjykatës, nëse jemi vend i që
vend demokratik, që në fakt jemi demokratik, po jemi në një në një diktaturë më të poshtër dhe më të ulët se ajo që ka Izraeli, që vrau ata mira qytetarë palestinez, dhe mund të shkoj, këta mund të bëjnë edhe katrahur dhe lëvizje për të destabilizuar vendin. Këtë mendoj që nuk do ta bëjnë dot. E kanë në plan ta bëjnë me sa shohim, dhe aty mbështetet Edi Rama bashkë me Sali Berishën, se e din që të dyve bashku vjen e njëjti shkop mbi kurris, por ekzistojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kemi këtu, i kemi në Shqipëri. Dhe do ta marrën ata situatën dorë, dhe unë kërkoj edhe i bërthirje rrugës e Elbasanit, kushdo që është atë që përfaqëson shtetin e Amerikës, të marrin masat që t'i bllokojnë këta bandit që po mbajnë pushtetin me zor. Pra ju po thonin që nëse nuk votohet në kuvend, atëherë SBA do kërkojë që të marrë masa ndaj Edi Ramës, apo? Patjetër. Po se s'ka rrugë tjetër. S'ka zgjidhje tjetër. Edi Rama është i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai e di këtë gjë. Nuk kemi asnjë lajmërim që është i dënuar avokat. Nuk ka as zyrtarizim, as Jo më larg se para gjysmore, mos gaboj, e deklaroi Pollum Pilinçi. Edi Rama tha është i dënuar 7 vjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse nuk del Edi Rama ti thot, kujt i thua ti je dënuar? S'jam dënuar. Pse s'thot? Se ja ka thënë në mënyrë përsëritur. Jo më është i dënuar ai në Amerikë. E din të tërë këta. Është tjetër punë që ata papagallët e tij, televizionet e tij nuk e thonë, nuk e deklaroi. Po është i dënuar në Amerikë. Dhe ai këtë llogarit tani. Sali Berisha non grata në Amerikë. Ai është i dënuar, Sali Berisha i personën hetim, ata e shohin që u vjen rrotull gëzylyku në duar të dyve. Dhe pastaj pasuesve të tjerë tyre, se do shkojnë para drejtësisë të tërë ata që kanë vjedhur, të tërë ata që kanë grabitur, të tërë ata që kanë mashtruar, të tërë ata që kanë falsifikuar. Që të gjithë pa përjashtim do vënë se s'bën para drejtësisë. Avokata, bie qeveria nëse bie Belinda Balluku sipas jush? Normalisht bie. Nëse deputetët e shumicës do kërkojnë vot besim të kryeministrit dhe ta rrëzojnë. Po në Shqipëri është vend i çuditërave, këtu gjithçka mund të ndodhë. Atë që sot e ke bardhë, nesër ke zezë dhe anasjelltas. Çështja është që shqiptarët duhet të përgatiten që kjo qeveri duhet të rrëzohet dhe të përgatitet ardha në pushtet e qeverisë teknike që është më këmbë, që është e ngritur, është e organizuar dhe nuk pret asnjë gjë tjetër veçse të bëjë drejtësia punën e vet që Shqipëria të shpëtojë një herë për gjithmonë nga vargojtë e komunizmit. Avokat, kur mendoni që do ketë një goditje, po themi, sipas jush, aq të madhe sa nuk do mundet dot më qeveria aktuale të qëndrojë në këmbë? Me njëherë sa të arrestohet Belinda Balluku. Me njëherë. Sa të arrestohet ajo, Edi Rama si bie qeveria komplet, pastaj se s'ka më njeri. S'ka KVM, se nuk do presë shqiptarët që sa hajdut t'i dalin atje t'i zëvendësoj, sepse ka dhe një arsye më të fortë akoma. Arsyeja më e fortë është që Belinda Balluku, po u arrestua, do denoncoj me hollësi të gjitha aferat, pislliqet, krimit, maskarallëqet që kanë bërë së bashku me Edi Rama. Dhe Edi Rama këtë e di, ndaj e mban me thënje me dhëm Balluken. Se po t'ishte ashtu do mande dhe Arben Ahmetin, do mande dhe ata tjerët. Jo, po kjo me këtë ndryshon puna, se kjo ka zënë atje ku nuk zihet burri. Kjo si ka dhe një faktor tjetër. Belinda Balluku t'i ka ndalë dokumenta spionazhi, siç thuhet, në gjatë hetimeve në SPAK. Pra, që të bësh spionazh zotëri, do ta mendosh mirë kokën. Kusht një problem tjetër tek i cili unë kam besim që amerikanët dojnë me njerë. Këta zotëri bashkëpunojnë me Kinën. Kjo është një qeveri
që mbështetet nga Kina dhe që bashkëpunon me Kinën. A kemi fakt avokat që bashkëpunojnë me Kinën? Kanë dalë në media gjithandej. Kanë dalë, meri shikojni në për qoftë mediat e huaja, qoftë mediat e vendit në këto portale. Këta pa dyshim që bashkëpunojnë me Kinën. Dhe që të bashkëpunojnë qeveri shqiptare me Kinën është rrezik i madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë arsye ata do ta qërojnë këtë qeveri nga pushteti. Jeni të sigurt. Për këtë kam besim. Plot. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën.